Protesta kësaj të martën në Bakseriol të Velipojës është shoqëruar në përplasje mes forcës të policisë dhe banorëve pas vendimit të gjykatës së apelit në Tiranë, që ka njohur familjen Male si pronar të ligjshëm. Banorët kanë tentuar të shkojnë në tokat që ato pretendojnë se janë të tyre, por janë hasur në rezistencën e forcave të shumta të policisë. Elçonje s'ju ka prek. Jemi në tokë tonë do t'i bllokojmë fadromat për arsye se ka dalë toka jonë, shprehen banorët, të cilët kanë arritur të bllokojnë punën e punonjësve të firmës. Bez ka fol, doktor. Bëm se po na do t'i bllokojmë fadromat për arsye se ka dalë toka jon. Ktu do japim jetën. Ktu do mesim me heroj. Ashtu pra për tokën tonë. Na shini sena në kërgjë, gjona vini na e merni mollin. Mos me i prek, as babën, as mamën, as kërkan. Unë poshtë, s'ke na punë ju. Unë poshtë. Unë poshtë pas tim. Mere punor që të bëjtë. Unë poshtë, tule, taj nuk e prejtë. Ej, ko vasha më shumë të bomën, se jam to, jam problem më. Jam problem, a shini me ditë gjykatën se këtë. Jam problem më valla. Jam problem më shumë. Mos i praktikat. Ne kalojmë. Mos i praktikat. Mos prek me dorë. Çaka mune. Prek me dorë, pik largohet. Mos prek me dorë. Mos prek me dorë, pik largohet. S'ka buk shpita më, mos ha buk. Banorët e Bakseriolit janë prej më shumë se 3 javësh në protestë, teksa kundërshtojnë punimet për ndërtimin e resort turistik në zonë.